Sedra Kuksianit, ta gjeta, a? Me gjetim. Dhe ti thej që s'është për mua kjo. Sa për mua kjo thash të marrë këtë ditë që ta çoj fshatë ditë të më shaj lokën ke mua. O sa e bukur kjo. Do ti vendosi që unë me ruse? Ja. Tani mos e thoj që s'pëlqejnë ruset vajzat aty. Jo, shiko. Vajzat ruse, me thënë ishin një të hapura, të qildura, të emancipuara. Ato që vinë se neve kishëm lidhje me fakultetin e filologjikut të gjuhës ruse të universitetit. Po? Dhe kishit? Po, marrëdhënie normale. Unë për shumë kam shkoja në gjitha mbramet e Shkojmë brami. Ke vallëzuar me ruse? Kam vallëzuar, kam biseduar, po bisedet e natë kohë, zotë Roland, nuk kanë qenë këtë që themi neve, o sa të dua, o plasa një për ty. Po që ishin? Qiko, për shumë, neve thoshe, ata thoshe, për shumë, qërë filmi një ke parë, qëfar libri ke lexuar, qëfar ditë bësh, përveç të mësimeve, ti bishe në vegli muzikora, merresh me sporta, çfarë teatri ke parë, çfarë njohje ke për inspiratë. Vajzat ruse pse binin dashuri me djemt shqiptar? Po binin se sigurisht neve si rast, ne jemi rast shumë e pashme. Si rast. Me thënë drejt, çik për diskutuar është kjo se kështu thoshim ne dhe kur në 90-ën u hap Shqipëria, jo vetëm që nuk ishim rast se Jo, e pashme dhe më thomë fizikisht. Po mirë, pra tani, mos ta bëjmë vetëm tani. Unë flas për 90-ën, kur u hapën, kuptova që nuk ishim dhe aq të bukur sa mendonim. Në rusë dhe kështu na thoshin. Kështu thoshin, ë? Kështu thoshin. Kishe një shok që u lidh me ruse? Kemi patur gjatë kohës që ka të studiuar studentë shqiptaratim, rreth 11 vjet. Po? Janë martuar 3. 3? Po, 3. I mbajtën ruset këtu? I mbajtën ruset këtu dhe që 3 një përfunduan keq. Si përfunduar? Përfunduan ku që di i arrestuan. Me gjithë gradë. Me gjithë gradë, ha? Po. Oficerat? Oficerat. Ose pilota. Pilot, ha? Po. Shokët e tu? Po, jo shokët e mi. Njeri ka qenë... Po, i një, do të. Po, i një, shokët e mi, tamam. Shokët e mi. Ti vete vujte e të vinde keq? Dhe mos do të, për kishme një shokët e pastaj se neve njifnim edhe një gratë e tyre, se këshim që në shpije, këshim marrëdhënie me ta. Tani, për ta mbyllur këtë, një nga ato që thoshin pedagogët tanë atëherë ishte që ky lëshimi ndaj djemve shqiptar ishte edhe për faktin që 25 milion rus ishin vrarë gjatë luftës botërore dhe vajza dhe gra ruse ishin tamam, ishin në disproporcion me meshkë. Në regjistrimin e vitit 1959, kanë dalë 32 milion femra më shumë se sa meshkuj. Ua, në Bashkimin Sovjetik? Bashkimin Sovjetik, si mas gazetar. Në vitin 1959. Në 59, do të thënë 32 milion? Po, femra më shumë se sa meshkuj. Femra më shumë se sa meshkuj, e? Si mas gëndave që e për të shtypi... Pas kanë pasur faja ato, zoti Koci. Po dhe një propaganda ruse i rusëve ishte që të bëni me sa duke do një që të futëshi sa më thellë të Shqipërim, dhe më themon. Ishte dhe kjo? Edhe më themon se na thoshin e dim, neve që nuk pranonim, po shte ja, mërë të zidhi, cilin doni juve, ja, më zidhi. Po thoshin ty, zgjidhe? Po gjithë me radhë, mua e tjeti. Po pëse që ishin ato, dele ishin ato do zgjidhe tje? Po, pastaj kër i di s'ke shumë për të menduar. Po ti e fortë se si nuk je të nduar, e? E fortë me sa duket e di nga jo që unë mendoj që prijatët e fshatare duket pas... Ata tjerët ishin qytetarë tani, mos e thuaj këta tani? Jo, po thon për vetë një, se shikom. Ti thon për vetë të po, ata nuk ishin qytetarë tani, në 57 tani, që ishin ata? Shikom, e vlerëson dhe jetën më shumë them unë, me aj që ka vujtur. A që nuk ka patur shumë e dikët, që është veshur i ditë dobet, nuk është veshur i ditë shumë mirë. Nuk ka patur të haje gjithmonë 3 herë ditë i ushqimit që ke dashur për të hëngër. Edhe kështu që ai pastaj e njeh vetëm më mirë dhe i bën më shumë një shërbim jetës për të qenë në rregull pastaj kur fritet. Tani këta personalitete që u bën më vonë si Dritrova Golli, Ismail Kadare, po edhe personalitete tjera dashuruan vajza ruse. Ti di një nga këta historitë e këtyre? Ja, unë njohur për atë kohë, unë asë Kadaren, asë të ndërtërojnë si emër, nuk ka... Edhe një foto me djali? Djali me Kadaren. Nuk e koqiduar atëre me në një personalitet kur ke studuar ti ta kesh jo? Këta ishë një student atëre.
Neve në 58 kemi kaluar pushimet në Leningrad. Në Leningrad? Në Leningrad, po. Dhe atje vajta të Universiteti i Gjuhë Letërsisë. Po? Për të parë dhe isha një kurios, për shumë të shqip një tekstet shkollore, tekstet të jepsit dhe mësimat jem, se a shkruajnë gjë për Shqipërinë apo jo? Shkronin? Jo, vetëm pak kohë ishte për Gjegjfishten. Për Gjegjfishten? Po, aty kam shumë... E ke njëru Gjegjfishten aty? Aty kam shumë për emrin Gjegjfishten, se kisha rrë gjimnasin